Sword Soil në Danimark. Ai është një fenomen natyror, jo një destinacion, i cili ndodh kur tufa të mëdha harabelash mblidhen në qiell, duke dhuruar spektakël të vërtet përmes formacioneve që ato krijojnë. Janë kaq të shumtë në numër sa provokojnë errësim të përkohshëm të diellit. Jug-perëndimi i Danimarkës dhe zonat moçelore të Jutlandit Jugor janë disa nga krahinat më të preferuara nga këta zogj sinkronik, kryesisht në muajt mars-prill, periudhë kjo që përkon dhe me migrimin e tyre. Danimarka jug-perëndimore ofron peizazhe të bukura natyrore, duke përfshirë zona moçalore, fusha dhe bregdet. Waterholes Canyon në Arizona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Waterholes Canyon ofron përvoja të veçanta me majet e mprehta dhe të dhëmbëzuara prej guri gëlqëror që dominojnë peizazhin. Ai duket një mjedis pothuajse alien dhe nën sipërfaqe ka rrjete shpellash dhe kanjonesh. Duke qenë se në park jetojnë familje të ndryshme kafshësh, vizitorëve ju kërkohet të bëjnë kujdes nga lloje të ndryshme zvaranikësh apo të tjera speciesh, të cilat mund të jenë të rrezikshme. Vizita e parkut është një aventurë e vërtetë e cila përfshin ecje, ngjitje dhe lundrim në terren sfidues. Madagaskari është i njohur për biodiversitetin e tij unik dhe parku është shembulli më i mirë i kësaj harmonie.